Fituesi dhe fenomeni i shtëpisë më të famshme në Shqipëri, Gjesti, po kalon periudhën më të keqe të jetës së tij. Para disa javësh, vëllai i tij u nda nga jeta në një aksident rrugor. Që pas asaj dite, Gjesti nuk ka publikuar asgjë, por ka qenë menaxheri i Gjestit, Bonart Ajvazi, i cili ka bërë një paraqitje të re në rrjetet sociale. Këtë herë Bonart e njoftoi se projekti muzikor i Gjestit, i titulluar Veshon Drequ, ka arritur plot 20 milion klikime, një sukses i madh për artistin pejan që në këtë kohë, këto numra nuk i hynë fare në sy. Nga ana tjetër, siç e tham dhe më lart, Gjesti po kalon një periudhë mjaft të vështirë bashkë me familjen e tij. Tashmë janë bërë më shumë se 3 javë që nga vdekja tragjike e vëllait të tij Eldionit, i cili humbi jetën pas një aksidenti të rënd me motor. Se çfarë do të ndodhë tani me karrierën e Gjestit mbetet të shihet, por plaga që e ka lënë kjo ngjarje është mjaft e madhe. Dhe shpresojmë që ta kalojnë sa më lehtë ai dhe familja e tij, dhe të rikthehet ai Gjest që ishte para aksidentit, plot energji dhe mjaft pozitiv.